Situata e motit të keq ka sjellë vështirësi në qarkun e Shkodrës, ku rreshtet intensive dhe temperaturat e ulta kanë krijuar probleme në disa akse rrugore. Më problematik paraqitet segmenti Ura e Shtrenjtë-Prekal, ku është regjistruar shëmbje e rrugës në shkallë logje. Lëvizja në këtë aks është e bllokuar, ndërsa Bashkia e Shkodrës ka vendosur sinjalistikën paralajmëruese dhe po vijon vlerësimet. Në zonën malore, sidomos në qafë Thorë-Theth, ku mbrëm qarkullimi u bllokua, përpastruesit kanë qenë në terren për të rikthyer qarkullimin. Aktualisht ka prezencë ngricash dhe borë, dhe drejtuesit paralajmërohen të pajisen me zinxhir dhe goma dimërore. Vështirësi raportohen dhe në aksin Tamar-Vermosh, ku 3 borë pastruese po punojnë për të mbajtur të hapur aksin rrugor. Rruga Erasmës është e hapur, ndërsa në disa njësi të Vau të Dejes janë shënuar ndërprerje të energjisë. Në fushë Arës dhe Puk rreshtit vijojnë, por rrugët mbeten të kalueshme, ndërkohë në të gjithë territorin monitorohen rezervuarët dhe lumenjtë të cilët janë nën kuotat e rrezikut. Autoritetet kërkojnë nga qytetarët kujdes maksimal dhe shmangje të lëvizjeve të panevojshme, veçanërisht në zonat me borë dhe ngrica.